Me librin Ujku I Stepës unë kam pasur të problem, por përkthimi ka qenë në Maqedoninë e Veriut. E kam marrë para shumë vitesh dhe lexova një 15 faqe, por nuk ja dilja dot. Dhe pastaj mora një përkthim tjetër. Me këtë përshtatje në shqip nuk ka qenë më e mira e mundshme unë mendoj. Po ta kisha lexuar anglisht do ta kisha përjetuar më shumë. Tani unë do ta nis këtu bisedën, sepse unë mendoj që ka nevojë shumë bukur, duhet të jenë pjesë. Se po thonë karakterin fjalët. Tani Zorbës është rëndom si personazh. Është prapë më I holli aty. Ka përshtypjen që duhet ishte punë më shumë. Është thjesht letra më Shiko, unë mendoj që nuk kanë koherencë ka një paragraf. Stavri Dajo, në ky përkthim është I të njëjtit autor, që e ka rimar rreth 20 vjet më vonë, edhe e ka ribër. Domethënë për ta më mirë, e ka ripunuar. Unë atë kam lexuar para 17 vjetësh edhe nuk kujtohet. Mendoja që ishte e bukur si ngjarje motorhoqe, por ishte kam përshtypjen që ndoshta se tani më bëj shaka, ndoshta pse I pri Kuksi. Ja. Bëj shaka. Shiko, unë mendoj. Shikoj edhe me një sy tjetër, sepse unë kam mbaruar gjuletërsi. E kuptoj. Ka edhe gabime të rishkrimore pafund, unë shkoj të I vendos. Unë mendoj që realisht e mendoj këtë, mund të jem gabim, që ky mund të jetë përkthimi më I mirë në të gjithë botën, në të gjitha gjuhët. Po. E di pse e them këtë gjë. Përkthimi po, unë thash redaktimi nuk është. Nuk e di, por unë di them këtë gjë që o përshtatet me një, se ai ka përdor shqipe jugore këtu. Stavri Dajo. Shumë fjalë që nuk I gjen asnjë. Dhe unë I di atë gjitha, me thënë vërtetë. Sepse jeni nga sepse mendoj që ka një moment gjeografik ku Shqipëria dhe Greqia përngjajsojnë shumë. Me thënë kulturalisht, unë mendoj që kulturalisht një fshat I jugut Shqipërisë, një fshat I bregut, me një fshat grek në Kretë, në kështu, gjasojnë shumë në mënyrën e jetesës. Dhe unë po mendoja, thjesht mendoja, që një përkthim norvegjez, që mund të jetë shumë I mirë, apo irlandez, apo amerikan, nuk më vjen mua, domethënë ne e shohim atë fshatin. Domethënë një fshat jugor është ai fshati. Tipik me kishën, me pulat, me jushën, me dhe tek gjua. Dhe te gjua. Dhe ai ka dashur ta ruaj këtë, sa ata janë fshatar, e kupton? Ignorancën e Zorbës në thoj, sa me atë po edhe te klipi farsi muzikën e bashkëpunëtarëve për shembull mos Zorbën. Jo, e thash me Thojza. Kur I vendosi Thojza, atë nuk e përkthej si njëra, po kur duhet filloj të jetojmë. Ai thoshte pa shkollë. Po, ai të jep leksione jetër nëpërmjet shëmbulltyrave. Ai merr një shëmbulltyr, të jep një leksion jetë. Po. Kush e lexoi për herë të parë? Kush e kishte lexuar për herë të parë? Okej, më jepni ti se kishe bërë. Ti kishe mbyllur syt pa lexuar. Unë prapë po me kampan fjalë. Unë e gjeta filmin. Edhe filmi është goxha sido që Bardezi, po filmi. Po, Bardezi un pas momentit. Do doja një përshtypje nga Irida, pa nis me ty. Me që jeni për herë të parë. Po, patjetër. Mënyra si është shkruar ishte shumë e arritur përsëri, ishte një libër që ja vjen të lexohet. Ndonjëherë narratori më duke jo ndonjëherë po shpeshherë pesimist. Dhe ishte si të nxjerrja kishte gjetur kapaku, narratori dhe Zorba ishin një dyshe shumë e gjetur, që shkonin shumë mirë me njëri tjetrin. Zorba është personazh shumë interesant, po ndonjëherë më mundë të mendoja, çfarë qëllimi ka vërtet Zorba? Thjesht momentin, jeto sekondën, apo ka shikon edhe vërtet një qëllim më shumë në jetë. Zorba është njeri I lirë. Po, shumë I lirë. Njerinë e përkthem nga njëri. Ajo pra është ideja, është njeri shumë I lirë. Ai duhet të jetë shigjetar. Mund të jetë, se di. Zorba është shigjetar. Mund të jetë. Nuk e di nëse rastis ditëlindja që të përmendet në nuk qëllon që të ketë ditëlindje Zorbës. Mosha I përmendet. Do ketë ditëlindja e Zorbës. Po pra, e Zorbës. Po mendoj mos në roman ndoshta 50 ditëlindje, por nuk ka ndonjë. Përveç se moshës nuk ka asnjë moment. Është 65 vjeç. Po 60, po thotë jam 65, po. Çfarë mendove? Në tërësi. Narratori më kujtonte Faust. Gjatë gjithë kohës
sidomos momentin e fundit të Faustit, kur monologon dhe kupton se kjo përpjekje e tij për të arritur anë gjithçka je vetëm sapo e dëmton në vend që të shijoj jetën. Dhe gjithë kohës kur lexoja narratorin, shqetësimet e narratorit, që nuk i gëzohej kënaqësive të jetës, çdo lloj kënaqësie, madje edhe ushqimet, edhe këto ndoshta nuk është pa qëllim, nuk është dhënë pa qëllim, më bën të gjithë kohës të mendoja Faustin. Ndërsa Zorba është një personazh që i duhej me domosdoshmëri narratorit, se ndryshe ne do kishim mbyllur dhe filluar këtë libër me nota pesimizmi. Sepse ka një zbutje të narratorit në fund sa i takon çastjes së kënaqësive të jetës. Momenti i parë është me Vejushën, kur ai thyen çdo tabu dhe i jepet kënaqësive të jetës. Sipas konceptimit të Zorbës. Zorba, kënaqësia e jetës është në një moment është puna, në një moment është ushqimi, në një moment është femrat, në një moment është pija. Pra, të gjitha këto sipas tij përbëjnë kënaqësinë e jetës dhe thotë që merre jetën si të vi. Jeta është një bela, i thotë. Do ta marrësh këtë jetë dhe do ta jetosh deri në fund, se ky është misioni ynë, për ta jetuar dhe për ta mbyllur deri në fund. Është kundër pleqërisë, vdekje pas pleqëri mos pas, siç thotë një film shqiptar. Pra, pleqëria mendon që ka ngarkesën e vet fizike dhe ai e vuan këtë sidomos kur ka para bukuri femërore, ndërkohë që unë çuditem me 35 vjeçar që nuk i shijoj dhe nuk e mëson dot jetën. Ku e dim nga? Që shplagu para narratori. kohë. Nga narratori. Asnjëherë mund ta di. Jo, narratori është shprehapur. Narratori është shprehapur sepse nuk i gëzohet asnjë kënaqësie. As ushqimet madje, e ka thjesht për inerci. Por më bën shumë përshtypje gjua shumë e pasur, shumë e figurshme dhe lidhja e narratorit me natyrën. Është e jashtëzakonshme, me detin, aty gjen qetësim, aty gjen lumturinë, aty gjen përmbushjen. Po e ka vetëm për momentin, sepse pastaj prapë kthehet në pesimizmin e vet. Dhe gjatë gjithë kohës është duke përpjekur t'ja gjej anë gjithçkaje, kuptimin e ekzistencës së vet, dhe në vend që t'ja gjej, përfundon duke mbarë disa tipare të Zorbës. Po, në fund Nga fundi, zbutet, fillon dhe zbutet. Ndoshta të dyja përbëjnë një personazh. Ndoshta të njeriu, a janë të dyja të ndërtuara këto? Sepse Zorba ka jetuar. Zorba është personazh i vërtet. Është një personazh, mendohet që narratori është vetë personazhi. Dhe jeta që kishte autori, dhe vetë jeta që kishte bën Nikos është e tillë. Më vonë Nikosi, siç e shpjegon ai, domethënë ai ka takuar Aleksi Zorbën, i ka ndryshuar jetën, madje edhe për këtë thotë që ky libër më ka ndryshuar. Katër njerëz kanë ndikuar në jetën time, figura shumë të mëdha, më në fund është Zorba, që i dha kuptim ekzistencës. Çfarë mendon? Po ndalen te Kristi Kalobesa, unë besoj që ky ishte thelbi kryesor, është një udhtim filozofik dhe kontrasti i madh është mes intelektit dhe instinktit të dy personazheve. Pjesa racionale me pjesën iracionale, siç mund ta quajmë. Sigurisht një stil filozofik, realist në disa vende, më pëlqen shumë dialogu i pasur që ishte gjatë librit, por që gjatë leximit edhe nuk më ka shmangja pjesën e anëve pozitive dhe negative. Jo tek stili absolutisht i autorit, por tek personazhe, tek ai që përcjellin personazhe. Tek mënyra, po ndoshta mund të jemi Po. Sa i bën loj atje. Është shumë harbut Do t'i lexoj vetëm një paragraf, që është nga kapitulli 7, fillimi i kapitullit 7 është paqja është 101 në këtë botim. Po thot, një copë herë të gjatë heshnin rreth mangallit. Po bindesha se edhe më, se lumturia e qenë ke një gjë fare e thjeshtë. E thjeshtë dhe përkohur, si një gotë verë, një gështenjë, një mangall varfanjak, zhaurima e detit, asgjë më shumë. Por për ta shijuar këtë lumturi, duhet dhe një zemër e thjeshtë dhe e përkohur. Që është filozofi stoike, po të duash ta marrësh, që lumturia është një mangall, është një gështenjë e pjekur, është një gotë verë, nuk është luksi, nuk është sultaneti, nuk është pallati, nuk është, domethënë gjithë njerëzit sot, po ta krahasosh se mendoj sot akoma mbetet aktual, njerëzit rendin drejt paras, drejt përmbushjes materiale, drejt njësimit vetes me kush jam unë, i pyeti njëri kush jam unë, ose kush je ti,
Edhe thot unë jam drejtori i informacionit në filan televizion, unë jam CEO-ja i kësaj kompanie, unë jam pronari i asaj, unë jam i shoqi i kësaj gruas. Domethënë, kush je ti për te gjithë këtyre gjërave që i veshin vetes, ne nuk dim përgjigjemi, është shumë e vështirë, nuk pitore kush je, nuk pyes çfarë pune bën, çfarë profesioni ke, çfarë statusi shoqëror ke, as emrin nuk dua ta di, po kush je? Edhe ne kemi harruar të shijojmë gjëra shumë thjeshta. Domethënë, të paturit shëndet, paturit fëmijë të mirë, të paturit të gjërave, domethënë dhe shohim vetëm tek ai që ka më shumë. Njeriu fillon Edhe vetëm s'jam pas ja. goditjeve. Por këtë që po thua ti fillon vetëm pas disa goditjeve. Kur humbet ca gjëra fillon t'i vlerësoj. Po janë pikërisht ato momentet që duhet t'i vlerësojmë. Dhe këto i mësoj Zorba ati, mendoj unë. Zorba, thot aty, Zorba jetonte në moment, kur punoj, Po. kur fle, kur Ky është ha, momenti ha, do punoj. më thënë çdo gjë e shionte bëj. gjithçka. Ka shumë libra më vonë, Gjithçka është ky Eckhart Tolle, e ka ai, The Power of Now, fuqia e Ata e çastit. së tashmes. Po, e së tashmes. Që e vetë për të jetuar, ne jemi multitasking. Unë jam këtu, po jam duke mendu për çfarë do bëj mbas ti. Unë dua të jem këtu, ose duhet të jem këtu, tani. Është e pamundur. Po, Edhe kështu është bërë çiko. Është edhe Patjetër. çike diktuar kjo për njerëzimin kjo gjë. patjetër se trysnia nga jashtë vjen, po. Mendoj Me që të të jesh atje në kret, me atë qetësime, me atë detin, me ato pula kakaka, gjeli kikiki. Ke më shumë kohë ta gjesh shpirtin në veten. Se sa Ose justifikohemi. Jo, nuk justifikohet. Ndoshta është ambienti dhe rrethonat që bëjnë të bëjë. Ka një shprehje Mark Aureli që thotë sa njerëz shkojnë në plazh, thotë. Sa njerëz shkojnë në mal për të pushuar, sa bazike. Qetësia ndodhet brenda teje. Ata kishin këta stoikët që mblidheshin në Rom e kishin si për një palestre. Po palestra në atë kohë nuk ishin si sot, ata përplasnin gurë, hidhnin bame bum. Edhe ata prap qetësia është brenda teje, thotë nëse di ta gjesh. Po që ta gjesh nuk është aq kollaj sa ta thuash, po okej, edhe një përshtypje. Unë te botimi i ri në fakt shqiprimi është në Stavro, ishte bërë shumë interesant dhe që kur fillon libri thotë në kërkim të jetës, është shumë domethënës që në hyrje, pastaj pjesa parathënies, gjithë detajet e romanit, jetën e autorit, dhe është një lloj analize që përkthyesi i ka bërë gjithë veprës, saqë mendoj që atë esencën e merr që në fillim, edhe e di ke një lloj parashikimi se çfarë të pret gjatë kohës që do e lexosh librin. Kurse në lidhje me përmbajtjen, do thoya që në rast se narratori është në kërkim të vetes, në kërkim të filozofive, si mund ta perceptoj jetën, edhe është në ato udhtimin shpirtëror që edhe vajza përmendi pak më parë, Zorba është shumë intuitiv. Ai shijon atë momentin, bën ato punët e veta, merret me minierën gjatë ditës dhe pastaj në darkë, ai rri edhe është aty për t'i dhënë muhabet ose për të ngritur ato pyetjet ekzistencialiste, çfarë është vdekja, femrat, si është të pish një gotë verë, se luftojmë, si ky lëng rushi se luftova mund të bëjë që jeta të duket më e bukur. Domethënë, ai bënte çfarë ishte për të bërë gjatë ditës, ishte prezent në atë që po bënte në punët e përditshme dhe pastaj kur ishte në darkë edhe i qetë, duke pirë atë gotën e verës reflektonte që si ka mundësi që ky lëng rushi të bën të reflektosh edhe ta bën të duket jeta më e bukur. Domethënë, është tamam ajo, jetoi momentin dhe ai aplikonte në mënyrën më raw të mundshme, më gjallë se aq nuk mund ta përjetoja, mendoj unë. Dëna. Ky ishte leximi im i dytë. Herën e parë kam parë dhe unë këto elemente që u përmendë. Kënaqësitë e jetës, ndoshta kam qenë pak paragjykuese me veset e Zorbës. Dhe jam marrë në filozofin më shumë. Këtë herë kuptova dhe pash marrëdhënien e dy burrave në një miqësi, edhe mbes mbajta një kështu shënim miqësia, si gjëja më e bukur, raporti më i bukur sidomos midis dy burrave. Edhe te Zorba vjen shumë edhe Niko, pra në këtë rast, tregon shumë edhe mënyrën se si funksionon gjinit, gratë dhe burrat. Edhe ai ndalet më shumë te marrëdhënia tyre. Se si ata janë funksional, se sa ata din t'i ndajnë,
edhe se si arrin të përjetoj një lloj raporti kaq bukur që është miqësia, edhe pse ata duken që janë shumë të ndryshëm, edhe që secili nga ata i mbar të dy elementet e njëri tjetrit. Niko është 35, mos gaboj, edhe është njëri që shkruan, siç i thot Zorba Kalemxhi, i kuadruar, si çdo i ri fillimisht. Edhe kur e lexojmë herën e parë, pra, ti fillon ta. Është edhe oksidental, është. Vjen nga Gjermania është i kuadruar, është ka frikë, ndoshta edhe të provoj nga fakti dhe i paragjykimit. Edhe sot ne duam, ndoshta pak nga ne ta gjykojmë Zorbën. Ndërkohë që nëse shem Zorbën dhe jo më kot është dhënë edhe mosha në përshtypjen, diferenca kur ti shkon 65. Pjekuria, gjërat që kalon dhe shënjojnë në jetën tënde, dhe liria për t'ia lejuar vetes edhe të provosh edhe ato që mund të konsiderohen për këtë tjetër e gabuar. Jep kontrastin moshor, pra, jep raportin e dy burrave miq, dhe të gjitha këto elemente që ne përmendim në fakt janë aksesorët që njeriu ka për jetën e tij. Nuk është e rëndësishme, përshkruhen shumë gratë aty, por nuk janë aq të rëndësishme. Vera është e rëndësishme, por kur ata ulen aty. Pra se si elementet që ne kemi në jetë në fakt na japin neve ato që duam të shpërfaqim, duam t'i japim, por janë në shërbimin tonë. Ndërkohë që Zorba thotë që çdo gjë buron nga ne. Edhe irritohet edhe acarohet me Nikon sepse e di që koha nuk do i kthehet. Edhe kërkoj që po vendos të jetë perfekt, sepse po ta shikosh Niko është ai ideali perfekt, është ai burri që po të zgjedhësh të kalosh jetën, ti zgjedh Nikon dhe jo Zorbën. Paktën në moshën e rinis. Pastaj mendoj që unë, në atë që arrita të përjetoj, është që është me fat çdo njeri nëse e takon, qoftë personazhin Zorba ose nëse takon një njeri me elementet e Zorbës në jetën e vet, sidomos nëse e takon në moshën e Nikos. Nëse bëhet mik pastaj edhe gjë më e madhe. Po na duhet një Zorbë në jetë. Në fakt Që ta njohësh absolut, edhe nëse se njeh në jetën e përditshme, paktën ne që e kemi lexuar, e kemi takuar një libër. Që më pëlqeu. Mendimin tim narratori është shumë i ngurtë, është njëri tepër i ngurtë, edhe vërtet që ka nevojë për një zot që ta fillojë dhe të kuptojë që jeta duhet marrë ashtu si të vjen, duhet ta jetosh, ta shijoj se fundi ky është misioni im, ta jetoj, ta shijoj dhe për të kryer detyrën tonë deri në momentin e fundit. Por është të gjithë themi. Sa nga ne E ke parti vetën kafe, unë që nga thot nuk do pyes për asgjë. Do jetoj jetën ashtu si të më vjen. Unë bëj. E bën betimin. Ama kur shkuam në shtëpi, vazhdon ato në mënyrë të pavetdijshme, truri proceson gjithë shqetësimet e ditës, është e pashmangshme. Por nuk është një njeri që ka shqetësime shumë personale narratori, pra që do thotë që ka pasur një jetë shumë vështirë, është një njeri që ka pasur humbjet e veta, përkundrazi narratori përshkruaj si njeri i lexuar, i arsimuar, me kamje, përderisa investon në kredit, dhe është pak utopik. Nëse ke vënë në një moment në fillim të librit, kur ai shkon thotë pse njerëzit mos janë të nqjes të barabartë, edhe aty më çudit. Aty më çudit pak mënyra se si e koncepton se njerëz në asnjë lloj sistemi nuk mund të jenë të barabartë. Edhe është pak utopik, po i bie ky utopizëm me kalimin e kohës. Edhe më çudit mënyra se si ai çanset jetës. Por më pëlqen që ka lexuar Dante shumë. Dhe është duke lexuar Dante dhe në momentin që shikon Zorbën, edhe në fakt është një moment këtu që më kujton tercinën e Dantes, kur ai është duke hyrë në portën e ferrit. Edhe është një tercinë që thotë që mbyllet me ju që hyni brenda keni mbaruar. Dhe e jep definitive që nuk ka kthem. Kurse kjo tercina që është këtu tregon që vetëm në këtë mënyrë mund shijosh lumturinë e jetës. Thotë mirë ai që se ka në veten e vet burimin e lumturisë. Mirë ai që do të duket para të tjerëve, mirë ai që se ndjen se kjo jetë është një dhe s'ka të dytë. Pra që këtu mu krijuar ideja e kështu e hap Dantean ferrin që gjithçka mbyllet dhe mbaroj, ti do vuash gabimet e tua në atë rregullsinë e vet të ferrit, secili e ka veten e vet dhe e di ku do të shkojë, por në këtë kaos njerëzor, se jeta jonë është kaos, prandaj Dante u detyruar të shkruan të shkonte në për te botë, për të na ftylluar ne, që shikon se duhet ndërgjegjësohemi që të krijojmë ekuilibër në këtë botë, se ka shkuar kaosi ashtu siç është edhe sot. Edhe kështu që në gjithë të kaos të mundohemi ta gjejmë pak lumturinë.
duket që është shumë e vështirë, dhe është e vështirë në fakt, njeriu e përjeton më shumë dhimbjen, edhe pse është një formë ndjesie se sa lumturinë. Lumturia të ikë me njëherë kurse dhimbja mbetet aty. Edhe është edhe nga përvoja kjo. Mua më pëlqeu edhe kopertina pak, domethënë simboli kësaj peshorës me këta burët, është shumë interesante si Prik edhe luftën më pëlqen mënyra se si e prek. Do ta pyes edhe zotrin që kemi këtu, një këndvështrim burrëror. Tani, mu më pëlqeu fakti që Zorba kishte një qasje kështu hedonistike. Bravo. Më ka kuptuar, bravo. Por që pavarësisht se unë me një pjesë të madhe të qasjes hedonistike nuk bie dakord për shkak të mënyrës I qase, se si jam formuar, por që më pëlqen për shembull një pjesë që ai lumturinë e shikon të mos kesh ambicie, mos fillon mendimin fort, ose një njerëz që s'mund ketë ambicie, nuk e di se si mund. E përmend aty që dhe sot janë 3 tipe që thotë lumturia është 1, 2, 3. Mos kesh ambicie më duket shumë sfiduese, nuk e di domosdoshmë si mund të jetë njëri që nuk ka ambicie. Shumë për mua shumë sfiduese. Mendoj që aty merret pak edhe me egon, domethënë. Se egoja është një marrë parasysh natyrën njerëzore, më duket një kështu, domethënë një betejë aq e fortë nëse do ishte një ring këtu që të ishin 2 karaktere, 2 objekte përballë, pra ishin duke bërë betejë, do ishte nuk e di. Një nga betejat më të bukura që do shifshe. Po. Shiko, okay. Mendoj që libri është i mbushur me ndodhi, me ngjarje, me rrëfenja, edhe Niko përdor dhe ironinë aty, për shembull, ka një nga momentet që më ka bërë për të qesh, është kur dikush, një nga këta plesht atje, është duke treguar historinë e vet, që të martesës. Tregon që para se të lindte, ishte një hanëme turke në fshat, edhe ishin lutur shënmëri se ajo s'po lindte dot. Edhe e ndihmoi. Pastaj po lindte jema e këtia. Që shkoi edhe tek ajo ikona atje që i ra. Dhe i thot burri i kësaj, i thot shënmërisë pse se dëgjon ti me shoqe që lutet e ndes shirin gjithmonë, tha, po dëgjove turkeshën. Dhe nga që i tha pse se dëgjon, ky lindi shurë dhe tha, linda shurë, tha, po punë e madhe, tha, se ka dhe më keq mund të isha dhe grua. Jo shurë, po nuk dëgjonte mirë. Nuk dëgjonte mirë, Por më i keq është ishte grua, çfarë ka ti është grua? Aty mendoj se autori përdor ironinë. Mentalitetin e shoqëria ka kohë se jep edhe mentalitetin e kohës. Që gruaja ishte në sundimin e burrit. Po. Kjo është janë gjithë kohë. Tash unë në dora Zorbën, kisha dashur shumë kohë ta lexoja Zorbën, kisha përmendur. Prandaj nuk pëlqeu kur ta thosh Zorba të tash. I lexova shumë shpejt. Ai donte një çik për të pjenë më të amash. Më pëlqeu jashtëmarrje në fillim, më kënaqte kur e lexoja. Tash këtë paragrafin do ta lexoj atje, ta tek një paragraf tjetër më i bukur. Këtu ta lexoj atje këtë atje, edhe pashi gjithë librin ishin shumë paragrafe shumë të bukura. Sa tek al fundit ata e kanë lexuar, kanë nevojë që të lexosh paragrafe. Unë e parë Zorbën si, më thënë, është mendja dhe shpirti. Është logjika që i bën me gjërave ose morali që ndërtohet ndonjëherë dhe instinkti që do jenë te njeriu në jetë të jetë dhe të mund gjithmonë do të jetë. Dhe pash këtë që është edhe kjo e përjetshme, frika që ka njerëzimi nga vdekja. Dhe ne nuk e dim kur dhe nuk do ta dim kur 100% që ajo që besojmë kur jemi të krishterë, a është vërtet, është gjithmonë një 99% që ti beson po, por gjithmonë 1% tua, po sikur të jetë ndryshe, po sikur të jetë siç thot Zorba. Atëherë ti je për komplet, ti bën një jetë nga dhurat nuk e shijon. Nga ana tjetër, janë njerëz që besojnë si Zorba. Dhe thonë, kjo jetë është do bësh të dua, ti marr të tëra. Është ai 1%. Po sikur të kem perëndi. Po sikur të jemi në këtë botë në provë siç thuhet. Do të thënë, asnjëri nga të dy aparat nuk është i sigurt për jetën që bën. Them, kjo është e bukur e jetës. Dhe kjo bën që ne kemi shumë frikë nga vdekja. Po. Unë kam më pak frikë nga vdekja tani se s'kam pas dikur. Patjetër. Edhe do të thosha edhe këtë që
narratori që tregon që duhet jetë vetë autori, e thot edhe vetë që është shumë i kënduar, është shumë i lexuar, dhe unë them që ai s'ka gjetur akoma veten e vetë mënyrën se si do ta jetojë jetën. Edhe ai prandaj ka bërë përshtypje takimin me Zorbën, sepse në një farë mënyrë Zorba i hapi syt atij. Do ishte një varg shumë i bukur aty që thotë që sepse nëse vini edhe ju ai duke shkruar për Budën. Po. Është imanitur nga Buda. Dhe thot, Buda thot, zbrazu nga e keqja, zbrazu nga e tua, zbrazu nga emocionet e këqija, zbrazu nga të mirat materiale. Atëherë ky njeri që ka bosh, o plak i keq i thot, erdhe shumë herët tek unë. Ai është i ri. Si mund të thuash me të riu një filozofi të tillë? Unë kam një problem, edhe me këto të rinë që ne kemi në kish. Do me thënë, kam probleme me ti mbjerë, sepse është i krishterë. Duhet të keni ju të gjithë probleme me këtë që. Dhe ne mendojmë që tani jemi të krishterë, çdo gjë që bëjmë na tani kujdes, se Zoti po na shikon, se do bëjmë gabime do na dënoj. Duhet hequr një çik mentaliteti. Do të thënë je në rini. Zoti të ka dhënë gjërat mrekullueshme, të ka dhënë energji dhe unë jam te Zorba, jetoje jetën, jo me budallë. Tash ai ishte shqiptar, ishte në të kundërt komplet. Por aman, jetoje jetën, sepse janë gjëra që të vinë, të ikin. Dhe nuk të vinë më shanse, domethënë. Ka kuptim, unë them që ai kontu besonte te Zoti, sepse në një farë mënyrë ai besonte te Zoti, se këto gjëra kush e ka dhënë? Zoti e ka dhënë. Por çfarë e ka dhënë? Për t'i gëzuar e ka dhënë. Domethënë, duhet bërë një me rinin. Rinia është në mëdyshe, rinia nuk di ku është, ne ndonjëherë themi, ama ta janë të rinj, mos marrin vesh, ama s'përjetojnë shisa të ftohtë, shisa. Absolutisht jo, ata përjetojnë çdo gjë siç kemi përjetuar ne në kohën tonë, që kemi qenë më me pak gojë, më me pak të folur, më të ndrydhur. Të prinit tanë nuk na shpjeguan ndonjë gjë të madhe se si ishte kjo botë. Do shfaq në jetë kur ke një njeri që të këshilloj, ai pati fatin dhe artistikisht, edhe në jetë nëse ka pasur që ka Zorbën. Jam shumë dakord. Edhe një gjë tjetër. Patjetër. Pastaj nuk ka. Unë vura re në vitet 90. Çfarë ndodhi në vitet 90? Ne ishim mësuar me një politikë të tillë, me një edukat të tillë, të jesh i mirë, të jesh kështu, të jesh ashtu, tjetrin, foli, edukata, gjoja, asnjëri nuk ka mësoj. Ore ti vetë çfarë ndjen, çfarë do, bëj atë që do. Jo gjithmonë do bëje, të toleroje tjetrin tek ajo që donte dhe unë vura re në vitet 90, por nuk ishte gjitha familjet kështu. Ato që mbaheshin më të kënduar, më të lexuar, intelektual etj. Në vitet 90 çfarë ndodhi? Në vitet 90 shqiptarët që të gjithë ikën të tërë nga syt këmbët ka realitet që ishim, çon si ka, nga se ikën secili e vetë ka se ikën. Dhe çfarë ndodhi kur ikën jashtë? Domethënë jashtë ata u përballën me një botë komplet tjetër nga ajo që ishte mësuar këtu. Dhe unë vura re që ata që ishin të shkolluar, ata që kishin dalë me 10, ata që ishin filozofë, ata u kthyen mbrapsht me 4. Andej morën 4. Ata që ishin rritur rrugëve, 7 fëmijë në një shtëpi, nëna s'kishte kohë, ti ushqente, s'kishte kohë, ti nante, ti shkante, ishin rrugëve. Ata shkuan andej mbjetuan, erdhën këtu me para, ngritën biznese. Domethënë, duhet bërë një, është një moshë shumë e vështirë, kur fëmia në adoleshencë mbrojtet, duhet të dish mirë se çfarë ti thuash. Ai nuk e zbulon dot vet ose do ta zbuloj shumë vonë 35 vjeç, që është vonë. Si ky që takoi Zorba. Por ai të ka ty në shtëpi, mësoj aty pari. Unë isha e para kur më thoshte vin bir në shkollë. O mami zysha se tha kështu ashtu. Tash mësuesja. Çfarë është mësuesja? Mësuesja është një njeri. Mësuesja bën gabime. Unë jam mami, unë bëj gabime. S'të pëlqeu, ngri dorën. Mësuese, kjo që thej ti. Kështu e ndjej unë. Nuk më duket ashtu siç është. Nuk jam dakord. Kjo kuptim. Jeni modje kush ka fëmijë. Duhet po normime, jo rriur, bëj jo, ti mësoj për jetë. Zorba s'mund të jetë prindi. Ja. Ç'ës mund të jetë? Prindi nuk mund të jetë Zorba. Jepi, elaboro. Kur folëm për takimin me këtë njeriu, pra që të mëson edhe të shënjon, jo gjithë ata thonë. Niko besoj që është sot ky që është dhe ka shkruar të librin e pastaj libra të tjerë. Mos shumë ti për shkak se ka takuar Zorbën. Potencialin mund ta kishte, po ta kesh potencialin ta vendosësh në në punë është e vështirë. Dhe unë mendoj që prindit nuk e bëjnë dot. Mund të jenë miq të tu, mund të jenë
eci të tu për parimet dhe për mënyrën e drejtë, siç edhe zonja e tha, por zorbat të çon për të zbuluar, edhe kam shënuar këtu qëllimin e jetës. Edhe sot tu diskutuam se kur mbaroi librin besoj secili nga ne tha, çfarë donte Nikot na thoshte për këtë libër. Nuk ishte një roman si Festa e Cjapit që ne dim se çfarë ai do të na sillte. Çfarë ai në fund të faqeve të librit ne kuptojmë se ç'a kemi lexuar. Zorba në fakt te ky libër nuk është kështu. Përkundrazi të fut në një stuhi, të ka dhënë shumë baza, por nuk ta ka zgjidhur. Sepse qëllimi pse ne kemi ardhur në jetë është ta gjejmë vetë edhe kjo do jetë zbulimi i secilit nga ne. Nuk është vonë 35, nuk është vonë 65, sepse koha është shumë personale te secili nga zbulimet tona. Intelekti nuk është sot problem. Do sjell një histori personale kur isha në Jordani dhe takova një djalë, nuk e di a e kam ndarë me ty, që jetonte në Shkëtir. S'kishte shkuar kur në shkollë, edhe telefonin e përdorte ndonjëherë te prindrit në atë fshatin që i kishte çuar të jetonte. Edhe kur e pyeta një pa të keq, i thasha, "Është e vështirë të jetosh në Shkëtir se nuk është se s'ka asgjë nga ato që i mësuar ne." Dhe ai tha, "E vështirë është për ju." Sepse keni gjithë jetën që doni të kërkoni gjëra që gjenden brenda nesh. Unë i kam gjitha këtu. Nëse më zë nata, dhoma ime e gjumit është për do një sot. Nuk vrapoj për gjetur lumturinë, sepse kam mësuar me shkretëtirën, me kohën, t'i flas vetës dhe ta zburit e vetja. Përdor yjet për t'u drejtuar ku do shkoj dhe çfarë do bëj. Kam zbuluar dhe punën, shoqëronte turist për të ngjitur malin më të lartë atje, për të fituar për të mbajtur prindrit sa ti nuk i duhet. Dhe kishte lexuar vetëm Kur'anin. Dhe gjitha mësimet e jetës ngjanin shumë me Zorbën dhe ai ishte i ri, nuk i kishte bërë 40 akoma. Dhe duket sikur ishte një njeri jashtë realitetit. Në fakt, për secilin nga ato njerëzit që takonte ne i dukeshim ashtu. Edhe kështu që edhe kjo që solla në fillim për prindin, sado ne të marrim dhe të bisedojmë, sado mik ta kesh babait, nuk të mëson dot mësimet e Zorbës, se janë shumë të vështira. Madje duhet të jesh Niko ishte i hapur, sepse mund ta takosh Zorbën dhe të si ti gati për të mësuar dhe për të dëgjuar prej tij. Po është ai debil, edhe. Po nuk e gati, nuk ta nxjerr dot i para Zorbës. Dakor, por po them duhet të jesh gati. Mund të ta nxjerrë, por ti nuk e kap dot. Sa mundsi humbim ne se si jemi ne gati. Kështu që mendoj që prindit ka një rol tjetër, po nuk besoj që mund të jetë Zorba ai. E kuptoj çfarë do të thosh. Pas zonja nuk po thotë që prindi mund të bëhet zorb, po ideja është unë e kuptoj kështu të paktën që njeriu ka nevojë, njeriu mëson nga vuajtja. Për të kthyer prap stoikëve thotë Seneca, më duket, Seneca. Thotë si mirë është ai që s'është vënë në vështirësi se ai nuk e njeh forcën e vet. Do thënë, kam një varg këtu që ilustron këtu ku thotë i thotë Zorba, i thotë zemra ime mu qa në dysh, po e pa u dhe unë gjithë shpejt. E ke parë, thot, a ke parë velat të qiera, të shqyra, të copet, arna, të kuqe të verdha, të zeza, të qepura me spango të trash, që s'kan të grisur e as në shqotat më të frikshme, ashtu është zemra ime. 1000 herë e vrarë, 1000 herë e arnuar, e pa mposhtur. Këtu do të vlerësojmë forca. Domethënë, ky nuk ishte një njeri që s'kishte vuajtur, kishte humbur fëmijë, Patjetër. kishte vrarë, ishte bërë pishman, ishte vrarë babain atyre jetimëve Dhe që prandaj të çudit mënyra se si flet për jetën, sepse nuk është një njeri që nuk ka pasur asnjë humbje në jetën e vet dhe e shijon jetën vetëm në bazë të instinkteve, ta marrë momentin ta shijojnë. Përkundërzi kur kthehet në kohë dhe e pyet vet narratorin që ke pasur fëmijë ti Zorba, përpos femrave dhe martesave të shumta që kishte pasur që i rrofen aty. Edhe ai thot po, dhe i tregon cilat kishte pasur dhe humbjen ai nuk do ja falte kur Zotit. Humbjen e djalit të tij 3 vjeçar, ai nuk do ja falte kur Zotit dhe madje e shpreh shumë qartë që thot Zoti do të ketë turp nëse do më dal para për këtë humbje. Është shumë blasfemi kjo, të thuash kështu, por kjo tregon që ka bindje. Ashtu siç i futet që thamë që Zoti Sot ndava një fjalim të vogël të Papa Franceskut. Papës. Te wake up. Jo, në ndava të Instagrami ime bëra share kështu në story.
ku thot ai ka një pyetje thotë që nuk jap dot përgjigje. Pse vuajnë fëmijët? Tani papa ka studiuar teologjinë edhe Shumë. ato gjëra. Dhe me pak fjalë këtë thotë. Pse nuk jap dot përgjigje thotë. Pse vuajnë fëmijët? Dhe Zorba e kishte Kështu që nuk mendoj që ja merr Zoti edhe për blasfemia Zorbës se si e do të përgjigje. Po them që të shpresh në këtë mënyrë nuk është mirë. Po është teori e çuditshme. E kanë thënë të tjerët, jo. Sepse njerëzit besojnë gjëra të ndryshme. Janë njerëz që besojnë te ringjallja. Rimishërimi e këtë. Rimishërimi. Dhe janë njerëz që mendojnë që ne vim në këtë botë dhe kemi një mision për të bërë. Mision të cilin e kemi marrë atje ku kemi qenë shpirtrat, atje ku jemi shpirtrat, dhe kur vinë ne këtu, do përmbushim ato mision. Okej? Në çastin që ti vjen dhe përmbush misionin tënd, ti mund të hikësh. Dhe kjo mund të ndodhi kur ti je i vogël fëmijë, kjo mund të ndodhi kur ti je shumë i ri, dhe kështu ai shpjegonte vdekjet e parakoshme. Dhe në një farë mënyre, tani nuk i besoj, janë thjesht gjëra që i lexoj, sepse jam kurioze. Në një farë mënyre ne kemi një shprehje si popull që themi Zoti merr më të mirët. Dhe mua kjo më puqet me atë që ky i miri e ka kryer misionin e vet, është i mirë. Çfarë do bëjmë më shumë këtu? Ai do shkojë më mirë akoma. Atje sikur ka realitete të tjera sipas tyre. Realitete shumë të mira ku ti je më afër Zotit. Dhe ishte një që qoj këto, vizatimet që janë tek... Ku? Ishte to mumje egjiptiane. Po, hieroglife. Hieroglife. Edhe thoshte, këtë nuk e shpjegon dot asnjëri se ishte. Ishte një njeri, është ky me këto kokën e... që e ka matur, Si dhe. ka matur e ti, aty është një peshore, në të cilën është vënë zemra, dhe është një djalë i ri. Një burr, një ashtu. Dhe ky që shpjegon të thoshte që ky djalë i ri është në prag të vdekjes. Edhe ky që është në pozitat e Zotit, po i tregon se si mund t'i shpëtojë rimishërimin. Të mos vi përsëri në këtë botë, sepse kjo botë është për ata që dënohen, se kanë bërë se kanë kryer atë për cilën kanë ardhur dhe shkojnë atje dhe vinë prapë, do bësh mësimin prapë këtu, pastaj do shkosh në instant në Të ngelur në klasë. Po. Dhe ai po i mëson djalin, se si mund të shpëtojë. Jo, ka koncepte të tjera. Dhe si mund të shpëtosh ti kësaj gjëje, thotë. Dhe i thotë, atje te peshorja do të marrë zemra. Në qoftë se ti e ke shumë të ngarkuar me gjëra materiale, zemra rëndohet, kur ti të shkosh sipër, do vish prapë këtu poshtë. Që libri të vdekur. Që mos ta zgjas më. Dhe ka që thjesht. Ka teori të ndryshme aq. Por ishte kjo që lidhej me vdekjet e fëmijëve dhe të rinjve. A mund të bëj diçka të shkurtër nga Replik komenti të Sorry. Më vjen në mendje një thënie, mund të jamër me frëngjishtën Blaise Pascal nga vitet 1600, që ka qenë një filozof francez, të thot ai. Nëse ti beson, ke besim, dhe Zoti ekziston, ti ke fituar gjithçka, domethënë ke fituar jetën e përjetshme në fundit, ke pasur qëllim e ke përmbushur. Nëse ti beson dhe Zoti nuk ekziston, ke humbur pak, ke humbur shumë pak. Ndoshta s'ke jetuar ato momentet që provoje gjithçka në jetë, ndoshta. Nëse ti nuk beson dhe Zoti ekziston, ke humbur gjithçka. Kjo është. Po është ajo që tash në shpart, ku mund ta dim me këtë me siguri. Po pra, Besimi nuk është siguria e gjërave që shpresohen, apo jo. Tolstoi na ka mësuar të dyshojmë. Zorba këtë thot, besimi im është i ndërtuar mbi mosbesim. Unë mendoj që pa dyshim nuk ka besim, po s'pati dyshim. Qose s'ka asnjë dyshim, s'është më besim, është dijeni. Dhe nuk është më zgjedhje kur ti zgjedh që unë do jem nga kjo anë. Dyshimi është bekim në vetvete, sepse ajo ta jep besimin te gjërat. Nëse gjërat dihen, atëherë dihen. Nëse gjërat besohen, do thotë që është bashkëton me atë. Kështu që nuk është aq problem, edhe të dyshosh, mendoj, është pjesë e besimit që të rritesh bashkë me të. Po Zorba, ju duket njëri pa moralshëm? Se ai thotë të gjëra, më pëlqen gratë, më pëlqen vera, më pëlqen kjo, dua të shkoj gjërave deri në fund, nuk e kam problem. Ashtu e ka bërë Zoti Zorba. Më duket e sinqert. Nga diskutimi që u bën në fillim në fakt për atë diferencën me Zorbës edhe
narratorit mendova që do kishte më shumë njerëz që do thoshin në këtë grup që më duket Zorba i pamorajshëm, megjithatë që në fillim aty nis libri që në kohën kur është shkruar ka qenë shumë tabu për kohën. Domethënë, për kohën mendoj që Zorba është parë si një njeri i pamorajshëm. Kurse në këtë kohë, edhe ndoshta edhe nga kjo teoria budiste që përdor narratori, ta zbut pak atë që ai apo veprimet që ai bën ose qasje që ka ndaj femrave ose grave që Kur themi pamorajshëm, çfarë do marrim si mësim? Po unë e hodha si pyetje kështu. Jo. Për kohë, jo, që ashtu ka qenë. Unë mendoj që po them gjatë leximit tem personal. Në momentin që unë lexoja Zorbën, dhe rrëfimet e tij që lidheshin specifikisht me gjininë femrore, kisha një revoltë të brendshme. Të them të drejtën, nuk mund të them që gjua me të cilën ai fliste ishte një gjuhë që unë duhet ta përqafoja për të shkuar pastaj tek mënyra se si do argumentoj. Shumë harbut nuk bën dot pa gratë, po i trajton gratë në këtë mënyrë. Është kënaqësia e jetës tënde dhe e ke aftësinë që të jesh një mashkull suksesshëm, kështu reflektohet. Si trajtoj gratë? Shumë mirë. Mënyra se si shprehet në fjalor, shumësisht. Kupton çka kohë bëhet fjalë? Po pikërisht pra se jemi në atë kohë, dhe se jemi në atë kohë, dhe unë e kuptoj, ti do të thuash që gruaja asë kohë, gruaja asë kohë. Ai e mbrojti. Shiko, unë nuk po them për faktin që ai thoshte që gruaja duhet të jetë poshtë meje etj, unë jam superiore. Në këtë pjesë jo, e di, është konteksti ka qenë në Shqipëri, vazhdo të jetë në Shqipëri. Mënyra se si fjalori që përdorte karshi gjinisë femrore ishte revoltues. Nuk po flas për kontekstin, për mënyra se si trajtohet femra nga mashkulli, që edhe mund dhunohej, edhe mund të poshtrohej, ashtu siç ndodhi dhe u vra në sy të gjithë fshatit, dhe është më për dhënkujën që edhe femrat e duar trokasin këtë veprim. Nëse e keni parasysh momentin. Eduard Trokasi për mënyra harbuturia me cilën trajton, kur aty të jetë ka klasë më të madhe toksore, të paktën trajtoi me dinjitet dhe respekt. Zorba mbrojtja Jo, për atë moment. Po flas për në marrëveshje që përkundrazi, në atë moment ai është vetëm që reagoi. As narratori nuk pati fuqinë dhe kurajon që të dilte dhe ta mbronte vejushën e cila mirë keq. Pra, se unë mendoj që pavarësisht se ai thotë unë një copë gdhëja. Po, pa shkollja. Ashtu. Edhe unë nuk mendoj që Zorba, se autori e përdor Zorbën edhe për të çuar mesazhe gjëra kështu. Po Zorba, unë nuk mendoj që Zorba ishte mizogjen. Zorba ishte qeflik. Por jo mizogjen. Domethënë akti që ai bën kur i del gjithë fshati përballë. Që këta i presin kokën asaj gruas, dhe vetëm ky del dhe qëndron. Që është domethënë ai e koncepton botën që siç thotë ai që më ka thënë ai turku që po të ftoj një grua dhe nuk u shtrive me të, s'ta fal Zoti kur. Ishte simbolika. Po sigurisht, simbolike. Kjo lidhet me këtë që Zorba ishte qefli, ai thoshte unë të çdo femër shofa për ditën, të ashtu thjesht ndryshon fytyra dhe trupi dhe unë imagjinoj atë, domethënë. Ato jepnin kuptim ekzistencës së femrës, sepse ai kishte kënaqësi më vetë. Ka një shprehje këtu se, domethënë, ku thot s'kam turp të qaj, se e zuri të qarët, Zorbën. Shumë burrore. Atje. Por ama para burrave. Para grave. Burra jemi thot të një sëre së turp. Po para grave duhet të mbahemi të tregojmë për herë trima. Se po nisëm edhe ne të qajmë, çdo bëjmë pasaj ato të shkretat, po ta prishem. Ai i do gratë. Mirë. I do shumë. Ne nuk e thamë që nuk i do. Absolutisht, në asnjë moment nuk them që nuk i do gratë. Nuk mund ta kuptoj jetën me ato. Ka një kufizim aty libru. Ka një paragraf. Ai gjithë kohës. Në çdo mbyllje, ai thot gruaja në fund. Ai thua çfarë pak 110. E kam botimin e vjetër. E ke faqe 110. Këtë e ke? Ai duhet të shikoj ke faqe 110. Ishte gjithë një koca. Ishte A që unë s'kam
Nëse është E kemi foto. Tek hyrë të tjetër në Shëmëtejta, se unë e kam dhënë shpjegim. jo, nuk e di. Ja do ta sa e kam edhe me foto, po e kam shkruar se kush në qëndë është ai që krijoi labirintin e pasigurisë. Tempullin e mendjemalësisë, qypin me mëkate, keni vizit? Arën e ndjellë me bar skandaloz, gojën e ferrit, shportën e mbushur plot me tinakri, helmin që i përgjan mjaltit, zinxhirin që lidh dekatarët me botën, dhe mpresje pra druan. Prandaj po them Domethënë, e thot, është çdo një paragraf moral që- që përcjell, për çdo lloj çështje që mund të jetë, ai në fund e mbyll me fjalën kry. Ka të dyja rronda. Po jo, them që edhe këtë pjesë e kishte se e pash e kisha shkruar. Në ti se ma Ta çova ti. Ka edhe një gjë tjetër, për cilën autori dhe mund është shumë përpara kohës në cilën e ka shkruar. Ai ka ngritur koncept tjetër për atë dheun të vet. Të gjithë tregimet që bën Zorba, se si me atë budallëkun dhe me përdorimin keq të termit atë dhe, njerëzit kanë bërë budallën që, njerëzit kanë bërë zorira. Dhe mund të Gjenocide. vëmendja, dhe kështë thonë. Prandaj thoshte ai që dua të jem për këtë, dua të jem për atë dhe për dotin. Jam i lirë, do bëj gjërat e mia. Po sepse edhe në emër të Zotit janë bërë gjëra shumë skandaloze. Pikërisht në Edhe këtë për kuptim atë e ka dheun ai. është bërë po. Autori në këtë kuptim e ka Zorbën, një figurë që është shumë para kohës për kohën në cilën ai ka shkruar këtë. Ai ban qëndrime aty edhe ndaj klerit, për shembull. Se i vënë lojë dhe i tallë ata murgjit atje, domethënë. Që janë mushka, thotë janë mushka, janë Besoj që kjo mënyra që ka shkruar ai kaq kështu për Zotin, që është kaq kundra Zotit, ka pasur lidhje shumë me mënyrën se si ka operuar në atë kohë mund kleri nëpër ato zona. patjetër. Po, Që ka lidhje shumë me këtë. siç e shoh unë, ai nuk ishte kundra Zotit në kuptimin e parë të fjalës. Ai flet për lirinë e njeriu. Në këtë kuptim ai ishte kundra Zotit. Ai është humanist këtë mund. Zorba është humanist. Po, ajo është nëse do ta kuptosh që Zoti është një burgosës i njeriu, që s'është. Mund të jetosh në Zotin shumë i lirë. Domethënë i lirë në kuptimin e plot fjalës, jo i lirë për të bërë budalliqe apo i lirë për të dhëure, për të vrarë, për të çarë, për të shturur. Po e se unë kam bajt shumë shënime, me thënë drejtën, edhe ai ka një kuriozitet të jashtëzakonshëm. Edhe kjo është një gjë që e dallon si personazh. Domethënë ai është 65 vjeç, edhe i bën përshtypje kur i thot atij, hajde të shikosh sot i shkruan letër se kam gjetur një gur jeshil. Edhe i thotë po jo se s'vi dot se tani situata, ajo lufta, ajo. Si e humbe. Po çfarë jeti thotë një, çfarë robi jeti, ka lëngjitën. Mu them, vish shikosh gur jeshil ti nxjerr mua justifikime kot domethënë. Çdo gjë i bënte përshtypje sikur e thot në një moment kur Sikur ai lind çdo ditë. po, Ç'është ky deti? as më Pastaj thua, bukur. po, as më thua zotëri thot. Kam për atë. Tha dhe zëri serioz zyrtar edhe i trishti ku mboi në ajrin e ngrohtë natës. As më thua, ç'kuptim kanë të gjitha këto? Kush i bëri? Pse i bëri? Dhe mbi të gjitha, zëri Zorbës shprehte zemrime të merr. Pse të vdesin? Ka edhe ai ato dilemat ekzistencialiste, po. Për çfarë, pse të vdes? Është tematikë Ka frikën nga plakja, nga vdekja. Plakja dhe më shumë i mshon frikës nga plakja, në fakt se frikës nga vdekja. Po unë, jo qëllimisht ajo është 65 vjeçë, po të ishte i njëjti personazh, 25, 30 vjet në tash Do të shumë ndryshë ndryshe librin, po. librin. Po 65 nuk e di unë kur ka qenë mosha e pensionit në atë kohë që shkruajtur librin, por në fundit është një fillimi një lirie të re. Njerëzit nuk janë më skllav të punës, shijojnë tamam atë lirinë. Jo. Edhe këti kur i thot je pak më i lexuar, thot po edhe ti ke litarin çik më të gjatë. Po. Është shumë e bukur. Se të tjerë, domethënë në ky sensi i lirisë apo iluzioni i të qenit të lirë, edhe përmes arsimit, patjetër, okay, domethënë, por prap ti se kupton, po kur pyet çfarë do të thënë liri, nëse e përkufizon. Çfarë do të thënë liri? Sa njerëz thon kur s'je në burg, është liri. Sa njerëz thon kur s'ke detyrime, është liri. Kur bën atë që do qefi është liri, sa thonë është pasuria është liri. Po gjitha këto janë litar pak ose më shumë të Nuk gjatë. ka liri.
nuk mendoj se asnjëra s'është liri në ai ka frikë nga plakja, është ajo se ka dhe humor shumë të bukur. Kur shkon në Castro, edhe prishit lekët e këtia, mori ato dhe lidhet me këtë vajzën e vogël atje dhe i kishe qenë duke ecur dhe i thot dikush që o gjysh ku pa çon të mbes. Dhe ti je turp. Dhe shkova tha drejt te berberi dhe leva flokët. Që ke përkëshu o dërzit ai, kur i thamë në policinë. Edhe ai i thot, po të gjithi tha që edhe dhimbja e veshkave tha miku. Urinova, aroma sa keq janë. Por në fakt këtu kuptova që narratori s'mund bëj pazarbën. T'ja shpenzosh gjithçka, të shkoje për një qëllim tjetër në Castro dhe të vi pa asgjë dhe prap ta ndjej nevojën dhe kënaqësinë që pa zorba, atë kuptohet që lidhja është shumë e ngushtë. Dhe në gjithë të marrëdhënie ai që ka më shumë nevojë është narratori. Edhe fundi ishte shumë i bukur. Pas dështimit me njëra nuk eci. Pasumjes së gjithçka, zorba merr si zorba pra. Që merr gjithçka, po nuk ka asgjë. Edhe është e çuditshme mënyra se si e feston lumturinë. Ai nuk artikulohet kur është i lumtur, nuk ka aftësinë të artikulohet kur është i lumtur. Dhe çohet Ai do kërcen. të kërcej, nëse nuk e mjafton kërcimi, ai bie sa veglës muzikore sa ndur shuhet këtu. E pash edhe në një pak më shumë se si ishte në YouTube, se tash ashtu fjala nxjerr fjalën, edhe zgjerohet horizonti dhe pak kulturën greke etj etj, gjitha në një bëhen. Ka gjëra shumë Por bukura. nuk e di pse Kreta apo dha ide në një vend shumë të lumtur. Njerëzit shumë të lumtur. Duhet bësh që Jo, në kuptimin Është- e formimit, më kupton. Po, Të njerëzve, të ekzistencës, të bashkëjetesës, të mënyrës se si ndërtoheshin marrëdhëniet njerëzore, po këtë po them. Nuk po Është- them për bukuritë. Shiko, Bukuritë i thot Zorba prall që nga e kaluara të çajukit, shumë bukur. edhe vendosa atje kush hyri kush doli, Jemi të mirë ne, pa janë të mira edhe gratë tona. Budallaj thotë, fshatit, Amerikë. mimi thoja, ti që Ashtu, mbante kpusët, është e vërtetë nuk që i kishte se konsiderim- mos i harxhonte kështu. Pra një mjerim, një varfërim. Ja din për nder edhe narratorit që Unë nuk ka kam nisur qenë në Kret, po sugjeroj, Bukurit natyrore nuk ja humba. Është vetë Kreta- narratori që kam një e mik qenë shumë të prerje. bukur që ka jetuar në Kret, edhe më thotë është paraj sa mbiton. Për një kështu, ku fruti rrushi bëhet kaq thotë në Kret, bëhet kaq në Greqi, po në Kret bëhet i madh. Çdo gjë bëhet, çdo gjë ashtu. Dhe një mikesh më pati sugjeruar ka një letër El Grekos të Kazanzaqisit. Lexoj po në Kret, thotë. Po ti jesh në Kret, atëherë merr me vete që të dhe një nga zonat blu, këto që quhen ku jetojnë më shumë 100 vjeçar, Kreta është zonë, domethënë si natyrë si vend është prallor. si Ajo kështu. Se në film unë e hapa që filmin është shumë e zbet. është i zbet, është në barë zi, nuk ka ngjyra. Tani, libri është ka qenë propozuar për çmimin Nobel. Por nuk e kishte fituar. Nuk ka fituar, dhe atë vit ka fituar Jean-Paul Sartre. Dhe Sartre në fjalimin e vet të pranimit të çmimit Nobel ka thënë që çmimin këtë vit duhet ta fitonte Kazantzakis me Zorba. Dhe është libri grek më i shitur, më i përkthyer në Në të gjithë gjithë. krimtarinë e tij Zorba ishte. Po në të gjithë letërsinë greke, hiq ndoshta Homerin, po themi, ta grekët e lashtë, ky libër Zorba është është fillesa, te Homer është fillesa. dhe E çdo lloj Ky libër letërsie. ka bërë në Maqedoninë e Veriut të famshme, sepse autori është varrosur në Shkup. Në fakt. Edhe po të Zorba është Maqedonas. Po pra, po i referohet ai referohet Selanikut. Po pra. Po flasim për një gjeografi tjetër të territorit, nuk po flasim. Sot e kësaj dite në Greqi, edhe unë nga që jam mësuar nga udhëtimet, më thënë Selaniku është Maqedonia. Zona nën Shqipërinë mbas Korçës, ajo është Maqedonia dhe ata kanë të drejtë për këtë pjesë. edhe prandaj Se slavët nuk kanë lidhje me Maqedoninë që ishte. Dhe kur shkonim ne me targat e Maqedonisë, na jezinin me një ngjitës. Jo, mund të kishte targat më kë dhe të lyhet. Rita ka jetuar një periudhë kohë në Maqedoni prandaj. Edhe flamurin që u desh ta ndronin emrin, gjithçka është temë shumë sensitive atje, është çështje
Po sepse është historia e tyre, domethënë është Janë probleme Maqedonia ishte etnike të krajini i mbartura, janë probleme etnike të mbartura dhe që të mbartën edhe që trashëgohen në breza. Greku është Po siguruar që ti trashëgojnë në breza. overlaps që në Shqip se është Greqia, po Slavë, përmend Slavë, përmend Turqit, përmend Rusët, dhe i bën shumë bukur atë. ai ka një se ato pjesët që mua më bëjnë qesh është kur tregon që ka pas një shok rus, një shok slav, ai ky fliste rusisht, Dhe ata ai merreshin fliste greqisht, shumë mirë. edhe edhe kur e kishim shumë kështu tha, atë të holl muhabetin çoheshim në kërcenin. Dhe nëpërmjet kërcimit, Po. Po, Kështu që nuk e di, unë mendoj që është libër dhe pastaj nga ana letrare. një gjuhë figurativisht shumë e pasur. Kur ai thot për shembull deti u rrënqet. Njësohet personazhi me gjenja shpirtërore e personazhit, njësohet Në peizazh, pastaj që ai peizazhi, ka personifikim shumë, ka kontraste shumë, ka epitete metaforike pafund, similituda, nis krahasimi dhe mbaron në gjithë paragrafin kur krahasohet diçka me po diçka. të bën të përfshihesh kur e E lexon. ka të ngarkuar, gjithsesi është e ngarkuar. Nuk u lau. Jo. Dhe për herë ndryshe, tash çfarë lloj fantazie ka? Po, është e vërtetë. Pra deti mund të merret në çdo faqe dhe në çdo faqe ajo është e ngarkuar me fjalë emocionalisht janë shumë. Edhe një personazh që se përmendëm se do i vinte keq Zorbës. Ndoshta është edhe Bubulina. Pra aty desha të dalë Sepse këtu kur po flisim për gratë, domethënë ka një gjë ta respektosh. Thot Zoti nuk dëgjon buzët që luten, po duar që bëjnë. Se këta të gjithë ishin kështu, po kur vdiq ajo shkuan ta vidhnin. Njëri me pulat, njëri mori atë, që mbetën vetëm një kpuc. Ti se sa mund të shyrë. Fillon ta qajnë se po mbarojnë gjërat, dhe fillon ato. I vetmi që e respektoi deri në fund, frymën e fundit ishte Zorba. Qëndroi deri në fund. Që Zorba qefi po i bënte të shkretës. Domethënë pranoi edhe të martohej me të, si ta gëzonte. Po sepse e donte. Nuk e donte siç mund të dashurohesh me një grua. Nuk e donte dhe nuk e dashuronte, por në një farë mënyrë e kishte stil jetë, sa i shkoi në Kastro dhe vazhdoi. Dhe ai donte shumë gratë. I donte shumë gratë, por në konceptimin që ne kemi të duash dikë, nuk është Zorba i shërimi më i mirë, i mënyrës së shpirtit. Ne nuk po themi se mos i doje gratë. Nuk më pëlqej këto koncepte, duhet ishte në njëri. Po duhet. Kush jemi ne? Po si më duhet? Atia ka dhënë karakterin e gjithësi, por ky është ndryshe. Ka menduar që ka mundësi të hapur, po pas ka edhe të hapur. Ose gra, ose një grua të rjetën, ose 5 gra. Një mënyrë. Ma i desha sopa. Po pra, e nuk është i moral, Si që është do fotografi? për të bërë një karrierë, për të bërë atëherë është i moral. do me thoni fije, që ne duhet jemi këtë ligjësi. Këtë ligjësi. Çdo kush që ta pëlqen, shtu i bie ligjësi. Ashtu më ka zemrën ai. Po jo, për gjithçka, prandaj shoqëria ka ndërtu moralin. Po mirë, herën e Unë parë jam nga moraliste gruaja. thekur. Ai ishte fantastik, u martova me atë, sa? Po pjesa e dasmës aty. Pjesa e dasmës është e lexosh. Fantastike. Nuk dia gjë. E mbaj mend, fikë drita. Ashtu tha, pastaj na bëra këngën si këngë shqiptare që i fusim në përdasnë gjithmonë emrin e asaj që martohet. E putha ato, tha, ti këngë drita, tha, aty u bëj. Ai ishte fantastike. Ne kujtojmë se kanë shpikur tani këta me këto çfarë po thuhet me Epstina, po. që shkojnë ande, po i bëjnë më shëmtuar tani. E bën aty fshatçe, e bën bukur. Ishin bolshevik ata ishin. Kërkon grua, tha, kap njërën filania, ka, asaj time sa ishin hedhur janë 3-4 super. E mora Osha një pizdava njëra nga këmba. perda, to janë perda. Dhe ajo thirrja në fund që bën ai, që bën autorin duke Mendoj që ajo thirrja është e bukur ai libri tërë, që kam një det më të bukur që thotë, lexoje. Nuk të lë të ish në shtëpinë time, nuk të lë të marrëpishësh kasollet time. Ai është humanitar, artistikisht është është shumë e bukur. ai prandaj ka dalë kundra Zotit. Ne si të krishterë duhet ta kuptojmë mirë këtë gjë. Ai në atë kohë ka dalë kundra Zotit të asaj kohe them unë. Dhe ka ngritur humanitarin. Unë nuk të lë ta marrëpishësh kasollet. Çfarë gjë që do të thotë, unë do të qëndroj deri në fund, deri ta mësuash ditë, mbaroj.
Artistikisht ajo që tha mund të jetë Ja, shumë është shumë e i bukur, fuqishëm. moralisht nuk mund të jetë e bukur. Mirë. Shiko, ato janë Artistikisht po. Ai ato mund të shtypë. janë metafora, janë Ore, të figurative. kraj njerëzore mos bëni kështu. Absolutisht jam shumë Atëherë dakord. pse që ka e bukur? Okej. Po vjen keq. Jo. Si po është njerëzore dhe që ka e bukur? Zorba po Unë ishte një mendoj- grua nuk e bënte libër, këta Po, siguroj se nuk ishte do shumë bëj e libër, do ishte shumë. Dhe unë e thash që narratori pa zorbën dhe ky libër pa zorbën nuk do shtyhet deri në faqen e fundit. Jam shumë dakord. Por që ne këtu ta promovojmë zorbën në këtë pjesë si Ç'është kjo fjalë promovim? po jo pra, sepse që gjithë kohës ne po themi që zorba në çdo zgjedhje që ka bërë gjatë gjithë jetës. librin më thuaj mua. Po ne nuk po Kush po fletë për promovim? po shijimin e librit, libri më shijoj shumë. Ideja është kështu që nëse ti jep një gjykim Jo, për një është vërtet. personazh, Dhe është i vërtetë. gjykimi jot është personal dhe ti nuk mund të imponosh gjykimin. Patjetër, patjetër. Tangu. Patjetër. Unë gjykoj që Zorba në këtë pjesë nuk ishte Nuk është më i tjetër. moral shumë i emotion. A ndodhin sot? Patjetër. A ka ndodhur që ku ka linë njerëzimi? Patjetër. A duhet t'i dar trokasin të tilla sjellje këtë e di ti, këtë e di Jo, unë, këtë e shiko, di tash, gjithë. okay. Ai nuk ishte një se dhe aty ai shkreti u gjend pa mendje. Pa me. Nuk Ishte e ka justifikimin për gjithçka. Nuk ishte organizator. Ai Por që ta duar trokas. ai ishte një Në këtë pjesë. monogam serial. Për Ai nuk ishte një poligam. Për pjekurin që ka në çdo shembull ty ku jep mesazhin po. Vërtetësinë patjetër. Që është kaq i hapur po. Në mënyrën se si ai e prezanton. Ora, ai do të pasqyron që këtu është je. shumë hapur, Tani po. themi. Unë nuk e qej vetë të zorba në fakt në Unë të apo fjalë se bëjmë çek Po, tani. pyetja është kjo, se Pasqyron ja se kështu. e kaluam kohën, por pyetja është nëse do ishe në vështirësi, nëse do ishe në rrezik, nëse do ishe në vetmi, do doje një si Zorba, ta kishe mik? Patjetër. Me të gjitha, Ne them, pa e me gjykuar. të gjitha, pa e Nuk e, gjykuar. domethënë gjykimin e ka Nuk kupton. tjetër kush, Unë po. nuk po gjykoj Zorbën. Jo, nuk e kisha Unë po nuk e gjykoj kisha me në ty këtë personalisht. pjesë, jo, kuptoj, ata, kuptoj se ne po. sepse nuk është ideja vetëm që Zorba është shumë i pjekur, sepse jeta e ka bërë të tillë. Ai madje gjatë gjithë kohës narratori po lodhet për të gjetur arsyeën e shumë gjërave, ndërkohë që ky me një fjalë shumë të rëndomt, shumë të thjeshtë, të palexuar, të parsimuar, të pa cituar askund, se ky është në lëmin e librave si Fausti, ndërkohë që ai është diku aty dhe thotë po çfarë bën, po kjo është kjo dhe e mbyll në ideja është me që unë dalëm në këtë pjesë, unë dash gjykimin tim në lidhje me moralin pa. Pra, në këtë pjesë. Jo, më qa morali komunist, më qa morali komunist. Ideja është kështu mënyra se si e kishte ndërtuar të gjithë jetën e tij, bravo. I ka pëlqyer kështu, po jo që ne do duhet të Unë nuk e marr, domethënë kur unë e quaj personazh shumë moralshëm, prandaj pyeta nëse ishte i pa moral. Po patjetër. Unë çfarë do të gjej që është shikoni të dy personazhet Zorba dhe narratorin si të ndarë. Si janë dy personazhe të ndryshëm. Nëse shikoni E hodhëm pak më parë në tabolinë që mund të ishin një personazh. Po, një personazh dhe për mendimin tim është pikërisht ajo që instinkti më arsyen që veprojmë me njëri tjetrën. dy personazhet secili në një brenda dhe kërcejnë si do të Zorba sa të njëri dhe të tjetër. Njëri qefeve, njëri logjikës, nëse kombinohen shumë mirë është perfekcion. Ne nuk kemi që mos ta marrim jetën dhe mos ta shijojmë. Absolutisht jo. Jeta duhet shijuar. Se ai hapi. Unë e gjykoj që jeta duhet shijuar deri në me as mundësi sa të jepet ajo, se jo gjithmonë. Pa dëmtuar. Pa dëmtuar të tjerët. Pa Pa dëmtuar të tjerët, jeta duhet shijuar. Duhet shijuar. Unë këtë mesazh kam marrë nga Falënderues për jetën dhe gjithçka që na Shumë e është vërtetë, ne i marrim shumë e të vërtetë. mirëqenia, shumë gjëra që i kemi, që na kanë qenë nga uji, ushqimi, gjithçka. As nuk reflektojmë, as nuk e reflektojmë. se është, domethënë ndonjëherë është ka shumica e njerëzve vinë në fundin e jetës vet, shumica. Do të thonë ç'kuptim kishte. U shkova në punë, pagova taksa, pagova faturën e ujit, drita, të gjërat. Dhafën me këtë, dhafën me atë, shkrova, lexova, mësova, po çfarë ishte. Domethënë është shumë e fat njeriu kur arrin ti gjej kuptim. Të reflektoj dhe të Edhe për secilin nga ne mund të jetë Dhe me ndryshe. këtë stresin që ka duhet ta shijoj jetën. Patjetër. Kjo është forca më e madhe. Sepse e thash aty te mangalli.
Po ata fjetën dhe jashtë, edhe kur ai përshkruan peizazhin, ja kjo është. Të qeni njësh në këtë mrekulli, domethënë. Po ka shumë idealizëm. Kupën qellore që ai e fut gjithmonë. Njeriu modern e ka pak Në lojat a hyjet, njëri që shkëputet e njëri që vallëzon e thot si ca drica që tunden që bëhen kështu. Se di pse më erdhi si shumë idealiste ai moment. Cili moment? Ky momenti kur janë kaq të lumtur dhe kaq pak lumturie, se njeriu modern nuk e gjen më veten në kaq gjëra. Unë mendoj që ky është problemi me njeriu modern. Njeriu Unë dje pata një varrim. Nuk mund të kënaqesh. Të shkoja dhe me thënë drejtën dje e kam vujt shumë kur edhe kisha edhe një aktivitet, ishte hapja e këtij festivali gazetarisë, nuk vajta dot, sepse ishte te rruga Bardyl, shtëpia funerale, shkuam e çuam të ndjerën në Sharr, një trafik, një nuk di, domethënë edhe shifja këto kantiere që janë hap në ca rrugë që s'kisha kaluar, ndërto këtu e prish një vil tjetër, këtu e bëj një ashtu, e bëj një kështu. Pastaj u kthym prap te një vend sepse kishim drekën për të ashtu. Dhe pastaj çova dhe babin te se ish, shkova në shtëpi në orën 5. 4-5 orë ky muhabet. Unë isha komplet i ezauruar. Domethënë s'kisha bërë një punë fizike, në timon kisha ndezë shumicën e kohës. Edhe po shifja qytetin thosha çfarë kemi bërë këtij qyteti. S'ka më lidhje fare. E themi dhe ne. Në Tiranë, themi është beton. Kurse në ato vogëlsinë vetë të jep një qetësi. Njeriu ka nevojë, nga natyra vim te natyra shkojmë. Edhe njeriu ka nevojë për qoftë për një gjethe me një bot duart me dhe. Domethënë realisht më vën ashtu, unë çfarë di bëj është ditari, mungesa e lirisë, që më mban këtu, se këtu është leku, këtu është puna, këtu është detyrimi. Duhet të praktik, në fund është praktik. Por me thënë drejtën, kisha shku te barraka e këtyre, ose në një barrak tjetër, ande dhe kisha jetu ndryshe sojt fakte. Por që e themi me gojë edhe sa e bëjmë pastaj është tjetër punë. Po shpresa e madhe do ishte që isha në palesën e mbylla me. E takoj një zotëri aty që unë njihsha edhe më përpara. Është doktor, me sa di, i shëndosh kështu, edhe po vjen aty edhe zakonisht shkon te këto te sauna te këto aty e takojmë. Edhe shkemi si mirë, thash. Çfarë bën ta? Mirë kështu ande këtej edhe thash po më çfarë po merresh tash doktor, si s'kem punë. S'kam punë. Si s'ke punë ti? S'kam punë, tha, unë merrem tha me spiritualizëm. Merrem me veten time, tha. Nuk e di se si ja ka pasur një pronë që e ka shita çfarë domethënë. Ai nuk kishte nevojë të punonte, me pak fjalë. Ekonomikisht i kishte gjërat e zgjidhura. Edhe vinte atje. Ashtu merrem paradite me spiritualizëm, ta me veten time, me rritjen personale, me këto gjëra. I thash, një formë qetësie është edhe kjo pjesë. Ta kam zili tash që mund të merresh me veten edhe të lexoj, bëj tha, shoh ashtu dhe kjo është jeta ime. I thash ta kam shumë zili, thash se unë çova ikë atje me vrap, me vrap këtë, bëj atë. Do e ke ai në një hap. Me siguri që e ka. Sa i thot mua Samiri e ti, po. Por i Ose kishte cili ka zili tjetër. Mirë dhe ka krimin brenda, nuk ka njeri Në tani. mund zorba këtu, sa e donte shumë puna. Kështu që nëse fillojmë të Po, paguam, është kjo lidhet me Faustin. Fausti në fund knatësinë e gjente këtu na. Edhe ma kujton Zot deri pak. këtu, po krimbat Ai brenda që kur punon si janë qen, po, se kur këtu janë do në ishte. lok dalin pastaj krimbat. Ashtu. Po. Se këtu e kam këtë atëherë. E me këtë po e mbyll me këtë paragraf. Se mendoj që ky është mesazhi, me jetu momentin, me jetu plotësisht. Multitasking është gjëja më e keqe që i ka ndodhur njeriu, se u bë si fe para ca kohësh, i multitasking bëj shumë gjëra një herë, një njeri një punë është ideja, po shpërqendrim. Churchilli për shembull merri me ndërtonte mur. Unë e kam studiuar çik në disa biografi Churchill. Ndërtonte sepse thoshte kur bëj një gjë me duar, pa e vrarë menjen, se kishte për çfarë ta vriste menjen, se ko lufte ishte. Ndërtonte mure shtrema, nuk është se e qullosi ndonjëherë kështu, por bënte muratorin sepse ishte aktivitet, edhe piktor, edhe shkruante këto, pa vrarë mendjen. Dua të bëj një gjë me duar. Lumturi është ai që ka dersën e ftohtë në kurriz, i ka rënë lopatës, kazmës në atë, jo për të thënë që jeta e tij është e lehtë, por nuk donte ta vriste mendjen, punonte me duar. Dhe Zorba thotë, ditë e re na fak e re. Na fak I themi neve nga ju. Dhe ne, këtë e themi edhe ne.
S'besoj mën për të djeshmen, as më duhet e nesërmja. Ç'ndodh sot, tani, kjo më duhet. Them, ç'bën tani Zorba? Fli pra, mirë. Ç'bën tani Zorba? Puno pra mirë. Ç'bën tani Zorba? Përqafoj një grua. Përqafoje pra, mirë thot. Zorba, harroj të gjitha. Asgjë s'ekziston në botë, veç teje dhe asaj. Jepi. Edhe pastaj që vazhdon një çik që Është një reflektim shumë i mirë, në fakt. Kjo për ne që duhet që... edhe për të ndezë edhe një Xizat që thot gruaja e vërtet vije prej meje, më shumë gëzohet për lumturinë që i jep sesa për lumturinë që i merr burri. Kjo është e vërtet për të dyja. Është psikologash, jo më koti bën për vete gratë. Dhe ai i bën të mund, është çek. Kjo, unë mendoj që kjo është e vërtet Thuaj që e do. për çdo njeri. Po pra. Thot, një gruaj e thuaj që e do. Edhe nëse nuk të do, ti thuaj që e do, se ajo pastaj vetëm... Pse shkon tek ajo kurse do? A ka një pyetje? Çfarë që keni? Po shikoj, të thash që Zorba ka ka konceptimin që një gruaje duhet t'i thuash me domosdoshmëri se e do. Po, Pra se e do atë grua. Po e do më prandaj shkon tek ajo. Ma tjetër që Shumë faleminderit. Shpresoj ta keni shijuar. I shtohet për ata që kishin për herë të parë, është një kryevepër e letërsisë botërore dhe Tani do shohim